Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në videon e radhës. Sot do bëjmë Golfin 7.5 në fakt, me qenë tamam GTI, më të bukur që keni pa ndonjëherë. I 2019-s, kjo ka këtë veshën shumë bukur blu, ka këtë front lipin të Maxton, po i ka side skirts Maxton, edhe difuzorin Maxton e pasqyrat i ka karbon dhe shifni gjitha detajet. Ka edhe këto pjesë të karbon, shumë e bukur. Tashi, te kjo janë bo shumë modifikime, s'kan marru të gjitha, Aldi vej edhe frenat e Porsche-it, po së shpejti, akoma s'kan ardhur, se nuk i bëjnë të disjet, duhet mi ndru, si nxen këto disjet ato frenat. Ka side skirtin e Maxtonit, të janë si semi-slicks të gomat, këto disjet që ka, shumë bukur janë, 18-që, pasqyrat karbon. Të kam sjellën të nga Ngdia, gjitha, shumë e bukur. Marmitat janë Remus, komplet, jo vetëm tipsat, është komplet Remus, kanë ardhur nga Gjermania. Tash Golf 7-a, Golfin përgjithësi GTI të mërësi që të GTI-a parë, janë si mretat e hatchbackëve, kampionat për herë kanë qenë GTI-a, që të njishi, ka dhe bistin e Maxtonit. Sa i shkojnë si i bën kontrasta me ngjyrë, nuk duket shumë ngarkume, për mendimin tim është shumë e lezetshme. Këto kombinimi i ngjyrave është fikse kuqe me të zezën edhe me atë blun. Edhe mrena do e shohim se edhe mrena vazhdojnë njëta logjik, pak a shumë. Edhe frenat e kuqe, GTI-s, të fenerave që ka të kuqe GTI-a. Ta shohim motorin, se edhe aty janë bërë ca gjona. Keni pa më shumë karbon se kaq në në makinë, air intake-un, i kena vu cold air intake kit. Gjithë këto qa janë plastike, janë bo karboni. Gjitha, edhe kjo antifreezes. Edhe i ka dhonë pami shumë bukur, s'ka ngell gjokë du, plastike, nga këto kapakët gjona, shumë e bukur. Tashi këto të 7.5 janë me 225 kue fuqi, edhe 350 Nm/m tork. Kanë pas e version performance me 225 më duket. Pastaj të rëja ka 300 kë motor, po kjo është me diferencial para, prap goxha fuqi ka. Se janë bo shumë gjona, për duke fillu që këtu, që një me fut më shumë ajer mrena. është bo muffler delete, turbo intel, cold air intake, stage 1 besoj e ka, po do vije turbo modhe dhe do bëhet stage 14, do bëhet një 500 kuaj, se shpejti. Për momentin të 300 që do ketë më mërmeja. Po këto stok kanë 225 e 360 Nm/m tork, motorat fort janë, nga së janë përdorë, të S3, të rëja, të lëllë modelësh, dhe të Makani, e kanë përdorë këtë motor, nga së përdorit kjo. Sa atje, gjitha këto që janë Cuprat, gjitha e përdorin. Po shumë e bukur. Tani ta shohim edhe mrena. Kjo është me Keyless Go. Ka këto detajet e qepjes, i ka të kuqe. Që edhe ekranin e ka kështu digital cockpit. Unë s'jam në e fan si madhi këtyne. Po Golfi të vetat i ka si fort të thjeshta. Nuk është se ka në gjë interesante. Kështu që kjo është goxha i mirë. Është i ertë, ka këto dzezat, tamam dzeza, i dallo ato. Kjo është me bokse Fender, opcionale, jo standardet. Timoni është shumë i bukur. është aftermarket, nuk është i fabrikës, nuk vjen me kaq karbon nga fabrika, jo. Klima automatike, sendilet me ngroje. Kjo është me Android Auto, Apple CarPlay normalisht. Tu të tregon temperaturën të performancës, gjitha sa ku e fuqi dhe G-meter ka, dhe presionin sa pjesa është turbe, kamerë parkimi e gjitha. Shumë e mirë, nuk është si mungon e gjo. Kjo ka dhe këto plus minusat pedal shifters, i ka të karbonit të shtesat, këtë pjesën ka të bukur të në mes të kuqe. Sendilet sportive të GTI-s normal kanë më shumë support. To qepet e kuqe prapë shumë bukura, rrypat e kuqe edhe të janë detaj bukur. Kjo ka dhe gjithë të opsionet, Lane Keep Assist, Blind Spot Monitoring, Rear Traffic Alert, Front Assist, teleshot timonin, edhe i merr vetë kthesat kur ka vizat bardha në rrugë normal, kur s'ka ku me njoft ajo. Lart është me baxho, tash të nxe, po jo se ke shumë vend shumë fare. Koka për kokën lart ke vend, nuk është se është keq. Ke këtë armrestin normalisht tu. Edhe këto cup holders atë mes. Ka dhe këto vents, nuk ka klim individuale, ka 2 zona para, po mrapa s'ka të vetën. Ta shohim edhe bagazhin me qena këtu. Edhe bagazhi ka hapësirë sa të dush. Tani ta marrim edhe i xhiro.
qenë. Shumë e shpejt, për makinë për ditëshmërie, GTI-a për herë ka qenë mreti kësaj pune, sado ka pas se këto versione hatchback sportive ka pas, edhe Peugeot-ja të vetë atëherë në ultje. Shpejt është, shpejt. Mirë është, është. Për pasagjerën gjërë më shumë, po. Po, për makinë për ditëshmëria, pak makina janë më të mira se kjo. S'kena opcion, mo. Audi në prapë të ngillet. Po, Audi, me morë së trash. Ose 920 me për 58. Po, ato. Okej, ato janë. Te kjo kategoria jo është më e mira. Është diferencial mrapa. Unë e prish njerë bon atë 135-ën. E bon me diferencial para herë. Kush? Po, ve. 135-ën? Po. 35-ën me diferencial para? Bon motor 2000, po. 2000, po. Po, para, po 4x4, po para, motori i shtring këshu, jo këshu. Po tash jaldo frenat, do vinë edhe turbo, ja? Frena turbo, pistona. Landi dhe këto Engine Master. Po kështu me konsumin për ditëshmëri si është kur nuk e ma sport? A ti se ke përdorur në fakt? Se ka serbatorën e madh për të habit. Merr 70-80.000 lekë benzinë s'mer më. 50 litra, sa. Tash të bëjmë konkluzionet. Kom të pullën këtu tash se Samarova këtë POV driving. Nuk është se është funi botës. Ta bëj si myllën e këtij Golfi 7.5 GTI Performance, është në makinat hatchback më të mira të mundshme. Golfi e ka nisë këtë segment dhe GTI-a ka qenë më e mira në shumicën e rasteve si benchmark, si makina që duhej të mundej nga konkurrentat. Ka Clio RS, ka Peugeot që janë të 207 GTI, 208 GTI që janë të gjitha. Ca janë edhe më të shpejta, ka edhe vetë Volkswagen e vetë Cupra, Leon, Fërë, qaska, kanë bot vetë ato, pa i platform janë. Tash nga generatat e Golfit, 7.5 që është më i mirë nga të gjithë, si makinë, si shasi, si kualitet. Kjo është makinë cilësore, kjo është me sendile elektrike, me lambar support, me audio premium, nuk kanë kursy fort. Edhe 7 e mirë ka qenë, por ky 7.5 që gjithë e thonë pak a shumë që është më i mirë se gjitha. Edhe se 8 që është më i mirë, 8 që kanë bu më shumë ekrane, po as më i bukur s'është, as më i mirë. Ky është më i mirë. Tashi për qef do ishte edhe më mirë të ishte R, po ky GTI Performance është i mirë, se është me limited slip differential edhe është goxha më mirë se tashi gjitha e fuqi që gonat e parme është pak zor me open differential. Kështu që ky është me LSD. Nuk ka shumë gjona për me kritiku, me thonë drejtën. Edhe si motora këto janë mirë goxha, shumë lehtësisht modifikueshëm, kanë shumë support aftermarket, pa fund, lloj tunerash, lloj kompanish që bëjnë modifikime për këto, edhe nga ana estetike edhe nga motori. Pa fund mundësi, pa fund opsione për t'i modifikuar. Edhe ja vle. Tashi ne kena qef makinat e naftës. Edhe GSD tjetë, ka torka ajo më shumë. Nuk e ka atë performancën, s'ka xhirot, s'ka adrenalinë e benzinës. Jena të fokusum të di si popull dum naftë se s'harxhon naftë. Nafta është për të bërë rrugë gjata. Po në jetën qytet i lloj është ajo. Nuk është se kurse na gjotë modhe, po të paktën në benzinën, ku dëgjon më e pastër, më e mirë. Nëse keni plan me të marrë makinë kështu për qytet, po e doni pak sportive, kjo është opsion shumë i mirë. Shumë i mirë, sugjeroj kredve. Shpresoj duket pëlqyer, nëse s'keni bërë subscribe bëni. Tani kom gjerë edhe faqen time për pjesë, edhe aty mund më shkruani çfarë pjesë është duhen. Te kjo për shembull shumicën çfarë shihni këtu, nga Anglia kam sjellur në Aldit. Një të ngjohë mund ta bëj edhe për ju. Thoni në komente cila gjenerate Golfit ju pëlqen më shumë. E di shumica të thoni R32-shin kaç, po ta shohim. Të shpresoj duket pëlqyer video dhe shihemi në videon e radhës. Respekte.